I gjithë qarku i Fierit po i nështrohet procesit të rinumërimit të votave për subjektet politike dhe për kandidatët respektive. Rinumërimi po zhvillohet në ambientin e pallatit të sportit Fahria Hoti në kryeqytet, ku deri në orën 14 janë rinumëruar rreth 100 kuti, ndërsa diferenca në vota mbetet e papërfillshme ende. Ankimimi u bë në kas nga nisma Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt, që humbi një mandat në Fier për rreth 500 vota përballë Partisë Socialiste, konkretisht Azmer Duleviç. E humbi mandatin me diferencë 500 vota ndaj Zegjinet Çavushi të PS-s, ndërsa gara më e ngushtë mbetet brenda vetë Celisë Roz, ku Çavushi ndal nga kolegja e saj Maldita Bardo me vetëm 64 vota plus. Referuar statistikave, Shqipëria bëhet ka zbritur gjithashtu 4 vota nga rezultati finali 11 majit, me 2 vota ka zbritur PS, PD me 19, Lëvizja Bashkë me 1, Euroatlantikët me 1, ndërsa ka rikuperuar 3 vota Partia Social-Demokrate dhe Aleanca Demokraciere. Partia Demokratike nuk shpreson për mandat në këtë qark, por e konsideron si një aksion në shërbim të transparencës. Pas qarkut të Fierit, rinumërimi do zhvillohet edhe për 257 kuti të qarkut të Durrësit, përfshirë edhe diasporën. 3 ditë më parë përfundoi rinumërimi për qarkun e Tiranës me 0 ndryshime në rezultat.